Edicioni 5 i shkollës verore ndërkombëtare 2026 në Universitetin e Prizrenit ka bërë bashkë një numër të konsiderueshëm studentësh nga mbarë bota. Kjo ngjarje po shërben si një urë lidhëse akademike dhe kulturore në qytetin historik të Prizrenit. Universiteti i Prizrenit Tukshin Hoti ka hapur dyert për shkollën verore 2026. Në edicionin e 5, studentët nga mbarë bota do të trajtojnë 6 module universitare. Është shkollë ndërkombëtare dhe çka është e veçanta këtë vit për 6 profesor që i ftojnë më ndërkombëtarët janë 33 aplikant, domethënë kërkesa për të ardhur në shkollë verore të Universitetit në Prizren është jashtëzakonisht e madhe, edhe pse promovimi jon është më shumë i bërë nga ish studentët se sa i bërë nga vetë Neitha Rifat Morina, koordinator i shkollës verore. Nga 300 aplikues në edicionin e 5 të shkollës verore do të marrin pjesë rreth 200 prej tyre. Studentët këtë shkollë shohin si një mundësi të mirë të shkëmbimit të përvojave dhe njohje me shoqëri dhe kultura të reja. Është shumë eksperiencë e mirë, jam jashtëzakonisht e gëzueshme që kam ardhur në informacionin e marrë nga një profesor nga Austria që është i Prishtinës dhe më tha të aplikoj, theksoi Jetlinda Gjona. Është hera ime e dytë që marr pjesë në shkollën verore, jam pjesë e kursit për lajme të rreme, dezinformimi dhe inteligjencën artificiale, e që është shumë interesant për mua, pohoi Zohol, student nga Tagjiknasti. Modulet këtu në përgjithësi janë lidhur me AI dhe parafërsisht mendoj se besoj që inteligjenca artificiale është e ardhmja dhe ajo do të jetë pjesë e çdo pjesë dhe çdo sferë. Pra është shumë i rëndësishëm që t'i edukojmë njerëzit lidhur me AI pavarësisht se çfarë profesioni kanë ata, tha Mohamed Harun, student nga Sudani. Këtu më pëlqen shumë, tash më vetë se dua që sërish të kthehem në Prizren, tash më vetë se kam bërë disa shok të rinj, profesorët janë shumë të mirë dhe kurset janë shumë të mira dhe janë shumë entuziast për gjithë këtë, theksoi Alena Kastrati, studente nga Belgjika. Shkolla verore në Universitetin e Prizrenit Tukshin Hoti do të zgjasë deri më 14 gusht.